Ebu Darda ka thënë kësaj: adhuroje Allahun sikur e sheh, llogarit e veten në mesin e të vdekurve, ke kujdes lutjen e të dëmtuarit, ajo që është e pakt dhe të mjafton është më e mirë se ajo që është e shumë dhe të mashtron, dhe dije se e mira nuk tretet dhe se e keqja nuk harrohet. Pra, janë këto 5 këshilla të këtij sahabiu të nderuar, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, për faktin se bashkojnë ndërmjet vlerave shpirtërore dhe vlerave morale. Dhe duke e përpunuar vetëm besimtari me këto këshilla, arrin që të bëhet një personalitet, të ketë një fetari të mirëfillt ashtu siç e kërkon feja. Para se ne të shpalosim kuptimet dhe domethënjet që fshihen në këtë këshill, ose në këto këshilla thënë më mirë, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër biografike të këtij sahabiu të nderuar, për të njohur me të dhe për ta kuptuar dijen ose pozitën që ai gëzonte në dije. Njihet me emrin Ebu Darda, ndryshe emrin e ka Uajmir ibn Amir, ose sipas disa transmetimeve tjera, Uajmir bin Zeid bin Kajs. Ka qenë Medinas, pra nga qyteti i Medines, ku ka migruar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Islamin e ka pranuar në kohën e betejës së Bedrit, dhe menjëherë pas kësaj është angazhuar dhe ka marrë pjesë në të gjitha betejat dhe ka përfituar dije të madhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka përfituar aq shumë dije saqë është llogaritur në mesin e dietarëve të sahabeve, dhe për ta dëshmuar këtë pozitë, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka angazhuar me shkrimin e vahjit. Pra ka qenë prej sahabeve të dalluar. Ai ka qenë dalluar për kështu jo vetëm për dijen, por edhe për adhurimin e shumë. Agjeronte ditën, ndërsa natën e kalonte në namaz. Ai këtë element e ka rrëfyer në veten e parë. Ka thënë se në periudhën para Islamit ka qenë angazhuar me tregti, ndërsa kur e ka pranuar Islamin, ka vazhduar edhe me adhurim. Është përpjekur që ta bëjë një bashkim ndërmjet tregtisë dhe adhurimit, por thotë se nuk ja ka dalë. Prandaj ka vendosur që ta lë tregtin dhe të merret me adhurimin. Siç kanë përmendur disa studiues, kjo është çësia e tij personale. Ndryshe ne kemi sahabin të shumë, të cilët kanë bashkuar ndërmjet adhurimit dhe tregtisë